Ditën e sotme Torra Veneciane pati vizitor të veçantë. Me 10 fëmijë të ciklit fillor të shkollave nënvjeçare të qytetit u bën pjesë e një eksperiencë unike kulturore, ku historia, kreativiteti dhe komuniteti u bën bashk. Projekti nga Shkuara në Argëtim kishte për qëllim të transmetonte tek më të vegjëlit rëndësinë e trashëgimisë kulturore mijëravjeçare të Durrësit përmes lojrave të tavolinës, punëtorive dhe instalacionit të krijuar nga vetë nxënësit. Qendra e Durrësit aktiv në bashkëpunim me Qendrën Muze Lab dhe me Qendrën Muzeore e Durrës, gjithashtu me Qendrën Komunitare Nishtulla dhe me shkollat nëntëvjeçare të qytetit të Durrësit kanë menduar që të organizojnë një ditë të hapur të monumenteve me tematikë nga e shkuara në Argëtim, me cila synojnë që të sjellë fëmijët nëpërmjet lojës dhe metodave kreative më afër monumenteve dhe të njohin historinë e qytetit të Durrësit. Në fokus do të jetë në pjesën e parë një board game, një lojë tavoline me objektet ose personazhet më të njohura të qytetit të Durrësit, me arkeolog, artist, artizan e tjerë, duke pasur në fokus edhe monumente të cilat janë ekzistuse, por edhe ato që janë në gjendje renoje. Përveç kësaj do jenë edhe 2 workshope, punëtori që lidhin pjesën e trashëgimisë me artin dhe kreativitetin, duke përdorur edhe materiale të riciklueshme, ku fëmijët përveç se do marrin njohuri për trashëgiminë kulturore, do krijojnë diçka sipas grupeve të ndara ose sipas interesave. Duke shpalosur kreativitetin e tyre në bashkëpunim me njëri tjetrin, nxënësit e shkollave nënvjeçare kaluan një orë ndryshe mësimi dhe përvetësuan njohuri praktike që përforcojnë dhe më shumë eduktimin kulturor të tyre dhe orientojnë në eksplorimin sa më të plotë të qytetit 3000 vjeçar.